Policia e Tiranës ka zbardhur vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në ambientet e gjykatës së apelit pas ditën e sotme, ngjarje që tronditi Tiranën. Tashmë mësohet zyrtarisht se gjyqtari Astrid Kalaja u qellua brenda sallës së gjyqit, ndërkohë që u plagosën edhe 2 persona të tjerë. Policia përmes një njoftimi për mediat bën me dije se autori në fakt nuk është Gjon Shkëmbi, por është djali i tij, Elvis Shkëmbi, 30 vjeç. Fillimisht u raportua se ishte Gjon Shkëmbi, i cili ka dalë disa herë në media, duke u ankuar se nuk ishte drejtësi mbi një pronë të tij. Babë bir ishin në një seancë gjyqësore po për pronën, dhe në një moment i riu ka nxjerr armën duke qelluar ndaj gjyqtarit, por edhe ndaj palës tjetër në procesin gjyqësor, duke plagosur kështu Rakip dhe Ervis Kurtajn. Mësohet se babë bir, palë në këtë proces, janë tashmë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa gjyqtari Astrid Kalaja ndroi jetë teksa po transportohej për në spitalin e traumës. Shërbimet e policisë neutralizuan dhe arrestuan autorin e ngjarjes së rëndë. Menjëherë pas kësaj të fundit, pasi ai nuk tentoi të arratisej dhe gjithashtu i sekuestruan armën e krimit. Policia thot se në vijim do t'jap një informacion më të plotë e më të detajuar për këtë ngjarje të rëndë. Megjithatë, ajo që del në pa nga kjo ngjarje që tronditi sot vendin është dështimi totalisht i masave të sigurisë. Si mundet që një person i armatosur të arrijë të hyjë deri në sallën e gjyqit dhe të mos i nënshtrohet asnjë hallke të zinxhirit të sigurisë?